Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot doja të ndaj me ju një rrëfim, një tregim që flet për një prej figurave të njohura në historinë islame si njeri besimtari devotshëm i cili ishte shembull në tevekulin e tij, mbështetjen në madhrinë e Allahut xhelal dhe edukata familjare brenda gjirit të familjes së tij. Titulli i këtij rrëfimit është pse qau vajza e Hatim el-Asammit. Hatimit i cili ishte shembull në devotshmëri, në sinqeritet, në tevekul, edhe në shumë adhurime të mëdha dhe të rëndësishme të zemrës. Tregohet për këtë njeri të urtë e të devotshëm se një ditë për ditëve kishte ndezje të zemrës së tij, shpirtit të tij për të shku në Qabe, për të vizitu Qabën. Mirë po, nuk ishte pare, nuk ishte finansa që e ndihmonin atë në këtë udhtim të rëndësishëm të jetës së tij, e as pare për t'i lënë familjes së vet gjatë udhtimit. Andaj, këtë një vit për vitve kur u afroi haxhi, edhe ky malli ja mbuloi shpirtin e tij për të shkuar në Qabe, për të vizituar Qabën, shtëpinë e shenjtë. Do thot, mendonte si t'ja bënte, por nuk dinte si ta përfundonte këtë mohabet. Si të nisej kur s'kishte asgjë me vete. Si të nisej kur s'kishte asgjë për t'i lënë familjes së vet. E sipas ligjeve dhe rregullave fetare, haxhi nuk është obligim për atë që s'ka ushqim e veshmbathje e mundësi të udhëtimit për vete, e as pasuri për t'i lënë ushqim e gjatë e nevojshme familjes së vet në kohën e udhëtimit të tij. Andaj, malli e hante nga brenda, mirë po ai nuk bënte zë. I mbusheshin syt me lot nga malli, por nuk e bënte temë dhe bisedë. Mirë po, vajza e tij ishte inteligjente, ishte fetare, ishte devotshme dhe e vërejti shqetësimin e babës së vet. E shifte në lotët e tij se ai ka një dëshirë të cilën nuk mund ta arrinte, nuk mund t'ia plotësonte vetvetes. Dhe e pyeti me butësi, i tha: "O bab, çka të mundon? Çfarë sikleti ki? Çfarë gajle ki?" I tha baba: "Po afrohet koha e haxhit." I bi. E tha: "Mirë, shkon haxh." I tha vajza. E tha i bi: "Mirë kiti. Mirë e kiti me shku, po me qka me shku? Me qka me shku?" I tha bia: "Allahu ka me të furnizu." I tha baba: "Mirë, Allahu po më furnizoj ka mu se unë po shkoj në haxh, me që misafiri i tij. Po kush ju furnizon juve në mungesën time?" I tha vajza: "Qaj Allah, që të ka me të furnizu ty në udhën drejt tij, ka me na furnizu edhe neve në kohën që kemi nalon." Po tha i bi: "Mirë e ki. Mirë po thot, këtë punë është në dorë në nanës tane. Se asaj i ngelet bara mas meje që duhet me fol me te." Shkoj vajza te nana e vet, edhe e bindi se duhet t'ja mundsojmë babës shkojnë në haxh. Na s'kena mundësi mi dhon pare, ushqim, pasuri, por s'paku t'japim leje, t'ja bëjmë halal hakun ton. Atëherë nana edhe fëmijët bashk, me lot në sy nga malli, nga dashnia, nga mallëngjimi, e besim të madh në zemrën e tyre, i than burrit babës: "O Hatim, shko në haxh, Zoti ka me na mjaftu neve." E normalisht Hatimi u la pak ushqim atyre për 3 ditë me hangër me pi dhe u nis rrugë. Normalisht ki u nis rrugë pa pare, pa ushqim, pa gjatë e nevojshme, dhe familjes i la ushqim për 3 ditë. Mirë po në udhtimin e tyre ndodhi diçka e çuditshme. Udhëhecin e karavanit, a përpara udhtimet e gjata i bëshin me karavan, e pickoi një akrep. Akrep që helmonte. Dhe kërkuan diken që ta shëron, nuk gjetën asken përveç Hatimit, i cili dinte të bënte rukje, të bën këndime fetare me të cilat shërohet njeriu me lejen e Allahut dhul xhelal. Edhe atë normalisht Hatimi i këndoi rukja atij dhe ai u shëru,
E ky udhëheci karavanit i prekur nga ndodhia dhe efekti i devotshmërisë së atimit tha, shpenzimet e haxhit, vajtje, ardhje i ki prej meje. Domthonë ti mos u merr me këtë punë. Atëherë Hatimi i ngriti durt dhe tha kështu: O Zot, kjo është për kujdesja jote për mua. Ma trego tani për kujdesjen tënde për familjen time. Unë elhamdulillah e kryta punën tash, shkoj në haxhe dhe kthehem, s'kam nevojë përpara se ky udhëheci karavanit e mori përsipër. Ama familjen time, normalisht te familja e tij, mas i kaluan 3 ditë, u harxhu ushqimi, edhe filloi uria. Edhe filluan normalisht shqetësimet, frigat, rishtimi. E fëmijët e tjerë bashkë me nënën filluan ta qotojnë këtë vajzën e madhe, e cila u bë një lloj sebepi për të bërë presion indirekt familjes, me dhon leje babas me shkon hax. Ata nervoz kjo çeshte. E i thanë me nervoz edhe me mlef, çka ki? Si mund qeshesh ti tash, kur uria veç mod çdo ditë e bëbohet më e madhe edhe neve po na mungon sabri. Po na copton. Ajo u përgjegj me një qetësi shumë të madhe të një vajze së devotshme dhe tha: A është baba ai që na furnizon neve, apo baba është bashkë me ne ai që furnizohet, e han edhe pin nga furnizimi i Zotit? Than edhe nana dhe fëmijët: Jo, edhe baba si na jemi ata që shfrytëzojmë furnizimin e Zotit, nuk furnizojmë na askënd. Atëherë i tha vajza: Ai që merr furnizimin si na ka shku, e furnizuesi Allahu që është Ar-Razak, ai ka met me neve. Tu e bo këtë muhabet, trokiti dikush në derë. Një lajmëtar kërkon të ujë. Edhe i ran derës, urdhno kushje, tha: Kena met rrugës, une jam shoqëruesi i kalifit musliman, kemi nevojë për ujë të pishëm, a keni me na ofru? Po, tha, kemi ujë, ja mbushën domethënë entë e ujit, ja dhanë, ja çoi kalifit. Kur e mori khalifi musliman me pikët ujë, tha: Kur në jetën time ujë më të këndshëm, më të amël, më të mirë se ky s'kam pi. Ku e morët ujin? I tha ky djali: Tha, e morëm te shtëpia e Hatimit. Tha: Thirrni Hatimin këtu se du ta shpërblej se më pëlqeti uji i tij shumë i mirë. I than: Hatimi ka shkuar në haxh, nuk është shtëpi. Atëre khalifi muslimanëve, mbreti muslimanëve, e mori rrypin e tij që e kishte, të shtrejt, me gur të shmushëm, e i tha që ky rryp me vlerën që ka është dhuratë për familjen e Hatimit. Pastaj u kthy nga tregtarët edhe ministra që kishte me vete dhe tha: Kush më do mu, le të bëje si unë. Edhe ata nxjerrën, do thot, pasuri që kishin, rrobat shrenda që kishin me vete dhe ja dhan këtij njeriu që t'i çonte shtëpia e Hatimit. Do thot, i sollën shumë gjëra të shmueshme në shtëpi, edhe këta e kërkuan një tregtar që t'ia shesin këto gjërat me vlerë, sepse s'kishin bukë me hangër, s'kishin çka me hangër, pi. E tregtari kur i pa sa të shtrenjta janë këto, i bleu prej tyre edhe ja mbushi shtëpinë me arë. Aq sa jo për udhtimin e haxhit, aq sa ti mjaftonte tër vitin, tër jetën e tyre. E tash nona dhe fëmijët nisën me u qesh, jekën ngalet, bënën pasuri, e shtun luksin, e vajza tash po qanë, kjo vajza e madhe. E nona i thanë: Habi, oj bi, shumë e çuditshme ti. Parzit, kur na kajshmi nga uria, ti u qeshe. Sot kur na qeshemi nga gëzimi i pasurisë, ti po qanë. Çka është puna jote? Tha vajza, duke ju dridh zani për të kajtëmes: Subhanallah, thoi non, që ky njeri, që ky mret, që ky khalife, që është njeri si na, edhe vetes nuk mund t'i bën as dam as dobi nëse Allahu nuk ja ndihmon. Elhamdulillah. Tha, do thot, kur e pa sjelljen ton, shërbimin ton, na shpërbleu edhe na largoi një breng të madhe që kishim. Po nëse Allahu na shikon neve me syrin e mëshirës së tij, atëherë çfarë fitimi do ishte ajo që do fitojmë nga Allahu dhul xhelal. Andaj
kjo vajzë ishte e devotshme dhe insistonte që të lidhet zemra e besimtarit me Allahun. Kur një njeri i pasur, i poshtetshëm, shef me syrin e mëshirës sa fiton, po me qiku Allahu me syrin e mëshirës së tij, sa fitojmë na, Allahu vazhdimisht na shikoft me syrin e mëshirës së tij. Mësimin që duhet marrë nga ky tregim janë disa prej tyre. Kjo ndodhi e hatimit me vajzën e tij, e hatimit dhe vajzës me familjen e tij, është besimi i vërtet. Besim të cilin nuk e dridh, nuk e luhat, nuk e tund, as uria, as friga, as mungesa e pasurisë, as mungesa e nikoqirit shtëpisë, kujdestarit, babës, asgjë. Kur kemi na besim në Allahun, na mjafton kjo, e Allahu pastaj na furnizon ka nuk e presim na. E dyta, ky është tevekuli i vërtet. Mbështetja e plot në Allahun dhu xhelal. Ai Allah i cili furnizon sa don, pa llogari. Ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai që i mbështet Allahut, Allahu atij i mjafton. "Wa man yatawakkal 'ala Allah wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe e furnizon Allahu nga nuk e pret. Andaj, kush e ka këtë besim në gjoksin e tij, kush e njeh këtë paqe brenda shpirtit të tij, atëherë asgjë në botë nuk e shef si pengesë, por vazhdimisht shef premtimet e Zotit, edhe nuk shef pengesat në jetën e tij. Andaj, njeriu duhet ta mbush zemrën me iman, jetën me devotshmëri, e kohën me vepra të mira dhe të mos e nënçmon askënd, as mos e qorton askënd, për të vazhdon udhën drejt Zotit, i bindur në ndihmën dhe përkrahjen dhe furnizimin e Allahut xhelal. Se fundi fundit, gjithë na jemi udhëzuar atëherë kur Allahu na ka shikuar me mëshirën e tij. Dhe atë që Allahu se ka shikuar me syrin e mëshirës së tij, ai i lajthitur ka mbetur. Ai i devijuar ka mbetur. Andaj na duhet të falënderojmë Allahun për udhëzimin që na ka dhënë dhe të mundohemi të jemi shkak për udhëzimin e tjerëve që kemi përreth nesh. Andaj ky tevekul neve na duhet vazhdimisht në jetë. Tevekul të cilën e kemi pa realisht në shumicën dërmuese të banorëve të Gazës në Palestinë, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal përfundojmë me një marrëveshje armëpushimi dhe paqe mes palestinezëve dhe okupatorit izraelit. E lutem Allahun që ta bën fitore të madhe për muslimanët dhe të jetë një armëpushim i gjatë ku muslimanët do jetojnë në paqe dhe rahati, do thotë dhe nuk do të jenë të provokuar edhe nga smum nga forcat okupatore cioniste që veprojnë në Palestinë. Hatim el-Asam e bëri haxhin me furnizimin e të parit karnavanit, familja u furnizu nga pasuria e mbretit dhe ata e dëshmuan edhe imanin, edhe devotshmërinë, edhe ndershmërinë, edhe tevekulin, edhe diturin, gjëra që kemi nevojë na për to, e këto janë mësimet më të mëdha që na duhet i marrim në jetën tonë. Allah i mëshiroft të burrat e devotshëm, edhe na e shtoft neve edhe imanin, edhe devotshmërinë, edhe tevekulin, edhe yaqinin, edhe sabrin, edhe ndershmërinë, edhe duan, edhe ibadetet, edhe solidaritetin me gjithë besimtarët kudo që janë ata. Allah i shpëlbeft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.